Sot kemi folur shumë për rushin, edhe më në fund po gatojmë diçka me rushin. Nuk e di çfarë lloj të rushit ka Blerlena, po rushi gjithsesi është një prej frutave më të shishme, edhe të shnetshme, por që ka goxha shumë sasi të sheqerit. Apo Len? Po. Mirë se erdhe. Mirë se e gjeta. Rushi, sa do që është i mirë, din me kanë edhe i dëmshëm nëse e teprojmë. Po, normal. Është sheqeri natyral, sa herë kemi thënë që është i dëmshëm nëse e teprojmë, ka shumë rëndësi sasia, ka shumë rëndësi koha kur e hajmë për shkak të aktivizimit të insulinës, sasisë sheqerit të glukozës që ja jep trupit. Për shembull, nuk ka kufizime shumë të mëdha për personat një kalavesh se dhe ashtu natyra vetë e kalon, që normal për fëmijët, për të rriturit që s'ka ndonjë problem shëndetësor, po kryesisht i kufizuar është të persona diabetik. Afërsisht 100-150 gram, po për me matë kështu është një 20 kokra, jo ma shumë, kështu një grësht i mirë. 20 kokra në nga alo bëni së me gjiru. Kështu që apet ti s'ki kufizime dhe është mesi ditës, na vynë po më dhe energji, se rushi ka sasit sheqerit që t'jep edhe energji, se do mos mes ditë, ti të ka kalu pjesa ma madhe ditës, shu që ki nevoj për energji. Kam nevoj për energji. Po në këtë rast na kemi mendu me bo një recet me rësht, të cilë muj me shfrytzu njejt për shkak që rushi nuk ka fora, me bo edhe si në formë të reçelit, po edhe me bo langës së sirop. Më vorët saj qesi muj, qashtu edhe mujna me nëzirë qka po dojmë. Që i qesi muj ma shumë, mund të përdorim si lang. Po që qesi ma pakuj, muj me bo edhe në formë të reçelit. Ta shka kemi me përdor, pse kemi shtu kanile, me pak me neutralizu atë sasin e lartë sheqeri që ka, mi ndimu kanila që edhe ata personat që janë diabetik me mujtë me pi langën. Lëvorën e limonit, për arsye se gjatë zirjes na humb pak vitamina C, edhe për shi, edhe për me rrit pak, edhe bioflavonoidet që i ka, edhe karanfilin për antimikotik, për mi jap shi edhe për me rujt. Kështu që pa hukon, apo vazhdoj me procedurën. Okej, do me thonë, mirën kokrat e rushit dohen kokrat e rushit i dohen prej po. Shkoj kokra rushit. Jo nga i dhime së rondës. O, ma mirë isha hongëronat kokër rushi moj motër. Tash për me në album ma shpejt, i shtypim këto. Okej, tash... I shtypim në këtë formën këto pasi që ti qesim, po e kam bluzën e barë, dhe kështu të nga me pas kujdes. Len, tregom për ata që nuk e gjenë rushin pa fara. A ka nëjë metodë që pregaditet edhe i rushi me fara? Rushi pa fara, unë e kom pregaditë në formë të reçelit për me rujt. Normal që fara të mbese, po mu për veti së më pengojnë. Po nëse është pa fara, mujnë me pregadit ma letë, dhe më komplet frutin e runë. Nëse është me fara që dojmë me pregadit sirup, e filtrojmë. A ka benefite nga fara të rushit nëse i konsumojnë? Po, ndikojnë lëvizshmëri të zorës, po më dhe i për që ata janë edhe të lejushme në përdor. Po, normal që dikujt sigurisht nuk i pëlqen, dikush edhe prej rushit i hek. Po. I shtypim pak që më na bu pak ma shpejt. Se normal deri sa teket komplet pjesa e, po më dhe asaj sasis brendshme të rushit, na duhet me lanë muzip. Po afërsisht maksimum 20 minuta. 20 minuta. Tash, çka kisha dashur me veçu të rushi, se krejt frutat të perimet e natyrës në kohën në sezonën e vetë i kanë ato mrekullit e veta. Kjo ngjyra e vjollce është sasia antioksidante që e përmban. Do të thonë është edhe më e theksume të rushi i zi në krahasim ose vjollës, në krahasim me rushin e bardhë, sasia antioksidante, për që ta është edhe më i përshtatshme edhe për mu rujt, edhe mu konservu edhe mu bu në formë të langut. Edhe normal me shfrytzu edhe tash, sidomos për fëmijët, është një mes shujt ose një frut ideal tash për shkak të ngrit imunitetin, tash e kemi kohën ala nxehtë, po pritet mu ftofë edhe kështu që është më e përshtatshme. Edhe rushin nuk është përveç nëse ruajmë në formë të reçelit ose diçka të tillë, nuk kena forma tjera që mujna me rujt. Kjo metoda e langut po hup sasi e frutit, se normal që
Kur pi edhe mbet sasia, ndërsa në formë reçeli, përdoret komplet rushi. Është më e përshtatshme. A merr një gotë, Sara? Lloji rushit, po. Le, nëse lloji rushit nuk është i ëmbël, është i thartë. A ka të njëjtën sasi të sheqerit natyral? Jo, ka më pak, është më pak i pjekun edhe ka më pak sheqer. Okej. Unë normal që nuk e preferoj, po dikush e preferon. Tash këtë rasti kemi 3 kg edhe po i shtojmë 3 gota. Kjo gotë është pak më e vogël se sa gota normal, kështu që pishtoj pak më shumë. Ideja është më po uji te sipër rushit, po. Edhe këto e kemi gati për me zi, afërsisht ju ma shumë se 20 minuta. Derisa të largohet komplet bërthama edhe ndahet prej lëvorës, pse 20 minuta për shkak se rushi përmban sasi shumë të lartë vitaminës C, edhe vitamina C kur bën kontakt me temperaturën, normal që fillon mu hup për me rujt qatë sasinë e vitaminës C, na e lojmë po më një temperaturë pak ma të olt edhe jo shumë gjatë. Po, këto i shtohen pasi që të fillon me vlu, për shkak që për shembull edhe kanilla edhe karanfili mujnë shumë një parom, na nuk po dojmë një parom se këtu i kemi disa veta që jam të prit me provu recetën, unë çdo herë mendoj për pjesën tjetër të stafit, kështu që nuk e di a i pëlqen as i pëlqen dikujt, kështu që për me rujt atë aromen edhe shijen, ja shtojmë pak më vonë. Ja shtoni pak më vonë. Po, mas 10 minuta afërsisht që edhe një herë ta sqarojmë për publikun, nëse dëshironi që kjo sasi e rushit të krijohet një lëng për ta pirë, për ta konsumuar, i shtoni shumë më pak ujë, më shumë ujë. Ndërkohë nëse doni ta përdorni në formë reçeli dhe ta ruani, i shtoni ujë pak, ta i mbetet sasia masa ma e trosh, edhe mund ta përdorni, mund ta ruajmë në ngrirje të thella, po vetëm nëse dojmë e përdor langën në fjolla, nëse pasi që si kemi shtu sheqer, nëse dojmë e përdor tash, këto një muj afërsisht, muj me rujt edhe dikon në ambjente të ata, muj me rujt edhe në frigorifer, por nëse donë me rujt edhe afat gjatë, se nuk e din kur mundesh me përdor, është mirë me rujt ngrirje të thellë. Okej. Për shembull, unë e preferoj, kur e bëjmë formë të langut, e ruj edhe në ato kockat e akullit, edhe pastaj me në ujë ose në çaj e shtoj çdo herë kështu. Edhe rushin edhe borenicën e shfrytëzoj në format të tilla. Interesant, një ide shumë e mirë, shumë praktike dhe ju pëlqen fëmijëve. E qet një gotë ujë, një kock prej langut të rushit që e keni përgatitur më herët edhe çdo gjë është në rregull. Me presim, kthehemi për pak. Edhe sapo ka fillu ta marrat temperaturën e parë, gradualisht e shtypim, e përcim. Edhe ka harkua mas 10 minuta me shtu karanfilin. Po? E thot. Kanilën. Edhe lëkurën e limonit. Këtë limonin e këna lëmë për dekar. E shtojmë vetëm pjesën e kuaj. Po. Ta që presim edhe 10 minuta tjerë për muzi. Po. Veç ka fillu kokra e rushit po oj, edhe kjo fillan mu zbut me një. Të me dha kena mu gëzu. Dirë pak rësheli. Në fakt e kena vendosë me bo në formë të langut. E tha edhe Lena, i shtoni ma shumë sasi të ujtë nëse doni me përdor langun e rushit për shkak të përbajtjes së tyre, mineraleve, vitaminave, e çdo gjë tjetër. Nëse doni me përdor në formë reçeli, i shtoni sasi të ujtë më të vogël. Len? Se duhet me shiu pa tjetër saranda aromen. Ta me tha fantastike. Prit se po të nimoj. Hajde, mos i merë këtë pak ma të të shushun se kësha gullu heq, Lenë. Në kësha piqë shumë me rosh. Kjo sasia e mbetjes pastaj mund të përdoret së reçel. Sa në mafshin që atë se pas ke më gëzu shumë sot. Sot pas ke më gëzu, veç me s'ta këshyrëm na kader dhe të se gëzohëm. Okej. Të dashur mes, të gjitha recetat i gjeni në faqen Familja Jonë, në të gjitha rrjetet sociale. Me Lenën, po ashtu, edhe këtë recetë të langut të rushit, sasinë e cila të pranë, nuk e di cilën kamerë kam qëto,
Sasia e cila te pranë mund të përdoret si reçel i rrushit. Edhe është fantastik. Po, vetë e blun pak ma shumë. E blun pak ma shumë, po. Për ma qëtë mund i gotë qëto. Po, me njëherë. E tani pjesën e kamermana dhe e ndalim gjirimin. Që kjo është ajo pjesa që unë e shijoj punën, e Saronda shijon ushqimin. Am këstan për shta, atë kom dytë për shta. Po. Për ndryshe, unë i adhurej këto aromat kur gatuhet aty për aty. Fantastike. Len, faleminderit shumë që çdo herë je e gatshme me na dhënë ide të shëndetshme të shpejta. Këtë recetë besoj e gjen edhe tek faqet e tua. Patjetër. Një lëng i tillë është lëng natyral, antioksidant, antimikotik që e largon edhe myshkën, ndikon lëvizje të zorës, metabolizëm, thonë është mrekulli në krahasim me një lëng ose paketume që e bleni fëmijëve për me marrë me veti në shkollë ose që i ofroni në shpet. Por keni ne për diçka të ëmbël? Po. Ja, një rrush, një lëng rrush e ëmbël. Tash nuk e di janë shumë e nxehtë. Është vak. O sa i mirë. Për një më shumë i mirë. Kështu që rrujmë të shishet nëse dojmë e përdor për një periudhë të shkurt, por nëse dojmë e përdor afatgjat, e thamë rrujmë kube akulli, ose edhe në shishe në ngrirje të thella. Faleminderit shumë, Len. Faleminderit shumë edhe juve për mundësi të shëndet për të gjithë.